Kina renditet e treta në botë për nga sipërfaqja pas Rusisë dhe Kanadas dhe e dyta për nga popullsia, pasi së fundmi është kaluar nga India, e cila vetëm kohët e fundit u bë lider në këtë aspekt. Pyetja se në çfarë udhëheq realisht Kina mbetet e hapur. Ndoshta në ekonomi, megjithse në kushtet moderne është gjithnjë më e vështirë të përcaktohet një lider i vogël global. Megjithatë, ekziston një fushë ku Kina nuk ka rival të vërtet: Azia, rajoni i saj. Më parë kemi folur për interesat e Kinës dhe mjetet e saj për zgjerimin e ndikimit në Afrikë, si edhe për qasjet e ngjashme që Pekini përdor në Amerikën Latine, ku në vitin 2022 Kina u bë partneri i dytë tregtar më i rëndësishëm. Por e gjithë kjo zbehet përballë mënyrës se si Kina vepron pranë kufive të saj dhe hapave që është e gatshme të ndërmarrë për të mbrojtur interesat e veta strategjike. Azia qendrore hyri në fokusin e veçantë të Pekinit, pothuajse menjëherë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Kazakistani, Kirgistani, Uzbekistani, Tagjikistani dhe Turkmenistani e kanë parë prej kohësh Kinën si një partner kyç, të gatshëm të ofrojë kredi bujare dhe të financojë projekte ekonomike të mëdha dhe teknologjikisht komplekse. Tregtia, investimet dhe projektet madhore infrastrukturore janë bërë baza e pranisë kineze në rajon, si konsumatori më i madh në botë i naftës, gazit dhe shumë burimeve të tjera. Pekini është plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë energjetikës të Azisë Qendrore, e cila është jashtëzakonisht e pasur me burime natyrore. Po aq e rëndësishme është dëshira e Kinës për të siguruar rrugë të qëndrueshme dhe të sigurta për dërgimin e mallrave të saj drejt Evropës. Megaprojekti Një Bres, Një Rrugë kalon nëpër të gjitha vendet e rajonit dhe deri në vitin 2022 mbi $1 trilion janë shpenzuar për zbatimin e tij. Ekziston edhe një arsye tjetër, po aq e rëndësishme për interesin e Kinës në Azi Qendrore. Tagjikistani dhe Uzbekistani shërbejnë si një lloj zone tampon mes Afganistanit dhe rajonit autonom Ujgur të Xinjiangut në Kinë, rajoni më i mbyllur dhe më problematik i vendit, që tashmë është shpesh në qendër të vëmendjes mediatike globale. Afërsia direkte me Afganistanin e paqëndrueshme do të përkeqësonte edhe më shumë situatën. Përveç investimeve dhe kredive direkte, Kina her pas her u ofron aleatëve të saj edhe ndihmë financiare të pakthyeshme. Në vitin 2022, Pekini i dërgoi Astanas, Bishkekut, Tashkentit dhe Dushanbes $500 milion për realizimin e projekteve me rëndësi sociale, si dhe ofron kuota për arsimfales në universitetet kineze dhe në ndërmarrje prodhuese. Por si edhe në rajonet e tjera, në Azinë Qendrore nuk ka djath falas. Mjet kryesor i soft powerit kinez mbeten kredit dhe bara e borxhit për shumicën e vendeve të rajonit, përveç Kazakistanit dhe Turkmenistanit, por rritet me ritme të shpeshta. Borxhi total i Tagjikistanit ndaj bankave kineze është 35% e PBB-s, i Kirgistanit 22%, ndërsa i Uzbekistanit rreth 20%. Si pasojë, autoritetet e këtyre shteteve shpesh gjenden të detyruara të transferojnë Kinës pronësinë e objekteve infrastrukturore, nxjerrëse apo industriale. Për shembull, në vitin 2021, presidenti i Kirgistanit, Sadyr Japarov, deklaroi hapur se në mungesë të burimeve të reja financimi, vendi mund të detyrojë të transferonte Kinës një termocentral të madh dhe disa autostrada strategjike. Në Tagjikistan, kompanitë kineze kontrollojnë rreth 80% të ndërmarrjeve të nxjerrjes së arit dhe në vitin 2011 Republika i transferoi Kinës rreth 1000 km2 territor, si pjesë e një marrëveshje të re kufitare. Kjo zonë e vendosur në malet e Pamirit përbënte rreth 1% të territorit të vendit dhe u shpall nga autoritetet tagjike si një fitore diplomatike, një vlerësim me të cilin popullsia lokale vështirë se do të pajtohet. Megjithatë, ky nuk është skenari më i keq i mundshëm dhe kjo bëhet e qartë kur shohim rivalitetin mes Kinës dhe Indisë. Ky rivalitet shkon shumë përtej treguesve demografik. Dy vende kanë më shumë arsye për konkurrencë dhe pika përplasjeje, por mosmarrëveshjet territoriale mbeten deri më të mprehtat. Nyja kryesore e kundërshtive ndodhet në Himalaje, ku forcat britanike gjatë ndarjes së Indisë britanike dhe perandorisë Qing vendosën kufi pa marrë parasysh se një rajon malor me lartësi mesatare rreth 6000 metra do të kthehej në burim konfliktesh për dekada. Në vitin 1914, generali britanik McMahon
vizatoi një vijë kufitare e njohur sot si Via McMahon në marrëveshje me autoritetet e Tibetit, pavarësinë e të cilit Kina nuk e njeh edhe përjedhoi, nuk e njeh as këtë vijë. Ngjarjet kyçe zhvillohen në Kashmir, një rajon i gjerë himalajan në kryqëzimin e kufive të Indisë, Pakistanit, Kinës dhe Afganistanit, i njohur si çetia e botës dhe i ndarë prej dekadash. Një nga arsyet e luftës përgjakshme kino-indiane të vitit 1962 ishte zbulimi nga ana e Indisë i ndërtimit nga Kina të një autostrade strategjike përmes plajës Aksai Chin, që lidh Tibetin dhe Xinjiangun. Delhi e ka konsideruar gjithmonë këtë zonë si pjesë të territorit të këtij historik. Në gusht të vitit 2019, India ja hoqi Kashmirit autonominë dhe krijoi territorin federal të Ladakhut, duke përfshirë edhe Aksai Chin, gjë që shkaktoi një reagim të ashpër nga Pekini. Në vitin 2020, në të njëjtën plaj ndodhi një përplasje jashtëzakonisht e pazakontë. Rreth 50 ushtarë indian dhe rreth 300 ushtarë kinez me një marrëveshje të pashkruar nuk përdorën armë zjarri. Përplasja ngjan më shumë me një rrahje masive ose betejë mesjetare. Përdorën shufra hekuri, grushta metalike, shkopi me tela, me gjemba dhe gur. Të paktën 20 ushtarë indian u vranë, ndërsa pati viktima edhe nga pala kineze. Shumë ushtarë indian humbën jetën duke tentuar të aratiseshin duke u hedhur në ujërat e akullta të lumit Galwan, që rrjedh në një lartësi prej gati 4500 metrash. 10 roje kufitare indiane u kapën rob, por u liruan më pas negociatave. Përplasja filloi pasi trupat indiane dogjën çadrat kineze të zbuluara në një zonë ku sipas Delhit prania kineze ishte e papranueshme. Vlen të theksohet se projekti global kinez Një brez, një rrugë, kryesisht e anashkalon Indin dhe përpjekjet për dialog të plot mes dy fuqive pengohet nga dallime themelore në qasje. Kina nuk e sheh Indin si partner të barabartë, duke besuar se ajo funksionon në një frekuencë tjetër. Deti i Kinës Jugore përfaqëson një tjetër nyje kyçe përplasjesh rajonale. Qarkullimi tregtar vjetor që kalon nëpër këtë korridor detar vlerësohet në rreth $3.5 trilion, që përbën afërsisht 1/3 e gjithë transportit detar global. Fundi i detit është potencialisht i pasur me naftë dhe gaz, ndërsa shumë zona kanë burime të mëdha peshkimi. Nuk është të çudi që interesat e 7 shteteve përplasen këtu. Megjithatë, Kina është ajo që vepron me agresivisht, jo vetëm duke kundërshtuar kufit detar të fqinjve, por edhe duke synuar vendosjen e hegemonisë së saj. Pretendimet territoriale të Pekinit bazohen në një hartë të paqartë të vitit 1940, me të ashtu quajturën Via me 9 viza, e cila përfshin rreth 90% të ujrave të detit të Kinës Jugore dhe shtrihet deri në 2000 kilometra nga territori kinez, duke shkaktuar kundërshtime të forta nga shtetet bregdetare. Për një kohë të gjatë konflikti ishte kryesisht diplomatik, por në vitin 2013 Kina filloi zhvillimin aktiv të territoreve të kontestuara, veçanërisht ishujt Spratly, të pretenduara edhe nga Filipinet, Vietnami, Malajzia dhe Tajvani. Deri në vitin 2016, Kina kishte rikuperuar rreth 3000 hektar tokë dhe pavarësisht vendimit të gjykatës ndërkombëtare në favor të Filipineve, ngriti objekte ushtarake, përfshir baza detare, sisteme kundërajrore dhe kundërraketore, pista, aviacioni, porte dhe stacione radari. Ndërkohë, roja bregdetare kineze, duke përdorur anije jo ushtarake, demonstron në mënyrë të butë, por të vendosur kontrollin faktik mbi ujrat. Kjo rrugë detare është jetike, jo vetëm për Kinën, por edhe për Indin, Japoninë dhe Australinë. Çdo ndërprerje e qarkullimit do të kishte pasoja katastrofike. Ishujt paracel të vendosur në juglindje të Hainanit kanë gjithashtu rëndësi të madhe strategjike, së bashku me Vietnamin dhe Tajvanin. Ato shërbejnë si një mburojë mbrojtëse për ishullin ku ndodhet flota nëndetëse bërthamore kineze. Kontrolli i tyre së bashku me Hainanin i jep Pekinit aftësinë për të ndarë Vietnamin në 2 pjesë në rast konflikti. Kina po forcon vazhdimisht pozicionet e saj, duke kontrolluar disa ishuj dhe duke ndërtuar një bazë të madhe ushtarake në ishullin Woody. Marrja e kontrollit mbi shkretëtirën Scarborough
në vitin 2012 pranë bërigjeve të Filipineve ishte një tjetër sukses strategjik i rëndësishëm që tregoi kufit e mbështetjes amerikane për aleatët e saj dhe i dha Kinës një çelës për dalje drejt oqeanit paqësor përmes zinxhirit të parë të ishujve. Deti i Kinës jugore mbetet një fushë përplasje mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, pasi një pjesë e madhe e tregtisë kineze kalon pikërisht këtu. Bllokimi i tij do të ishte një goditje e rëndë për ekonominë kineze. Megjithse edhe SBA-t, të varura nga importet kineze, do të pësonin dëme serioze. Marrëdhëniet mes Kinës dhe Vietnamit janë veçanërisht komplekse dhe shumë paleshe, nga varësia e lashtë dhe shekuj në nshtrimi, te luftrat, afërsia ideologjike dhe konfliktet e luftës së ftohtë e deri tek partneriteti strategjik gjithëpërfshirës, i sotëm pas fasadës formale të cilit fshihen kundërthënie të thella, mosmarrëveshje territoriale dhe një pabarazi ekonomike në favor të Pekinit. Australia nga ana tjetër e sheh rritjen e ndikimit kinez në paqësor si një kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë e saj dhe mbështetjen te aleanca me SBA-t, duke ofruar infrastrukturë strategjike dhe duke vepruar si kundërpeshë aktive dhe investimeve dhe iniciativave kineze, edhe pse Kina mbetet partneri i saj më i madh tregtar. Japonia mban një barë të rëndë historike në marrëdhënie me Kinën, nga roli i nxënësit dhe barbarit lindor, te agresori dhe pushtuesi në gjysmën e parë të shekullit të 20. Kjo ka krijuar një mosbesim dhe armiqësi të thellë që vazhdojnë edhe sot, pavarësisht ndër varësisë së fortë ekonomike. Si përfundim, Kina është bërë aktori më i fuqishëm dhe më me ndikim në Azi. Çfarëdo plane që ajo harton, të gjitha vendet e rajonit janë të detyruara të marrin parasysh qëndrimin e Pekinit. Ndërkohë, ndryshimet serioze në ekuilibrin ekzistues të fuqisë nuk priten në të ardhmen e afërt. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ndani mendimin tuaj në komente.